Ushqimi është akua, vjen nga vendi i Austrisë. Ka përbërje, shumë përbërje ka brenda tij. Gjithë llojet e peshqeve është ushqimi i njëjtë. Po është ushqimi i njëjtë për të gjithë. Me 2 herë në ditë, a? 2 herë në ditë. Zakonisht edhe 3 herë, po në varë tani adin qysh është rriti atina. Ata shumë i shpjeqet? Gjani frek haja. Ja. Që mund të prej ku kom në dorë tëmë. Ha, do më nuk jenë të rrezikshëm, a? Jo, goxha të butja. Kamermoni kohë vi pak. Që ka që... Po i shumë edhe disa me ngjyrë pak tjerë. Po. Sa llojet peshqeve i kultivojnë? I kultivojmë do të thonë 3 llojet peshqeve. Kjo është peshk i artë, peshk i Valbonës, kurse ky tjetër është peshk i Kalifornisë.